Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me vazhdimin e temës rreth vërtetësisë së shikimit të fytyrës së Allahut të lartësuar në botën tjetër. Dhe autori Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, përmendi fillimisht ajetet kuranore, ato ajetet të cilat janë argument se një gjë e tillë do të ndodhë, është e vërtet, dhe nuk lejohet të dyshosh, dhe as nuk lejohet ta mohosh, dhe se shikimi i fytyrës së Allahut të lartësuar është begatia më e madhe edhe se vetë xheneti. Dhe pasi përmendi ajetet kuranore dhe komentimin e tyre nëpërmjet fjalës së profetit alayhis salam, por edhe sahabëve, tabinëve dhe dietarëve të mëdhenj të Islamit, na sjell neve argumente nga hadithet, nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat qartë tregojnë se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre në botën tjetër. Dhe thot, ndërsa hadithet nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët e tij, shokët e tij, që tregojnë për shikimin e Allahut në botën tjetër, janë të transmetuara në mënyrë mutawatir. Zinxhiri mutawatir, zinxhiri transmetues i hadithit mutawatir është ai ku në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një individ që transmeton apo përcjell nga një individ, por nga një grup njerëzish që transmeton nga një grup tjetër njerëzish dhe ky nga një grup tjetër njerëzish derisa arrin tek profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ndikon në shtimin e masës së saktësisë së hadithit, ky numër kaq i madh përcjellësish në të njëjtin zinxhir. Ato janë transmetuar prej tij, prej profetit sallallahu alaihi wasallam, nga Abu Bekri, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Suhejb ibn Sinan al-Rumi, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari, Adi ibn Hatim al-Ta'i, Anas ibn Malik, Burayd ibn al-Husayb, Abu Razin al-Uqayli, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Zaid ibn Thabit, Ammar bin Yasir, Abu Umama al-Bahili, Aisha radiyallahu ta'ala anha wa anhum ajma'in, Abdullah ibn Umar, Salman al-Farisi, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amri, Ubay ibn Ka'b, Fadal ibn Ubayd, dhe nga të tjerë sahabë prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja, pra thot, këto janë transmetimet e tyre nga librat e saktë të hadithit, Sahihut, Musnedet dhe Sunenet, quhen librat e hadithit, të pranuara pra nga dietarët me bindje se janë hadithe të vërteta, pasi më dyshje në kraharorët e tyre, pa shtrembërime, pa ndryshime. Prandaj mos i moho këto hadithe, sepse kush i mohon këto hadithe, nuk do të jetë prej atyre që do ta shikojnë fytyrën e nderuar të Zotit dhe do të jenë të penguar nga kjo pamje në ditën e Kiametit. Dhe tani na sjell hadithet. Pasi na bëri të parathënie, na sjell hadithet. Sa i përket hadithit të Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, të cilin e përcjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thot se një mëngjes profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi u zgjua dhe fali namazin e sabahut, qëndroi në vend deri në kohën e duhas, pra derisa erdhi paraditja. Dhe në një moment qeshi profeti sallallahu alaihi wasallam. Më pas vazhdoi të qëndrojë në vendin e tij, fali drekën, i tindin atë shamin, dhe pa folur gjatë gjithë kësaj kohe me dikën, pa folur profeti sallallahu alaihi wasallam. Derisa fali dhe namazin e fundit, namazin e yatsis, pra qëndroi gjatë gjithë ditës në të njëjtin vend, pa folur fare profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe në kohën e duhas, në një moment qeshi. Dhe dikush nga sahabët, Hudhayfja vetë, e pyet, i thot Abu Bekrit, a nuk e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam për atë që ndodhi, pra pse qeshi në atë moment? Sepse ai bëri diçka që se kishte bërë më parë.
Ebu Bekri e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot për këtë gjë. Profeti alayhis salam i përgjigj dhe i thot, po thot, mu paraqit çfarë do të ndodhë nga çështjet e kësaj bote dhe botës së fundit, u mblodhën të parët dhe të fundit për njerëzve në një vend të shesht, të gjithë u mblodhën, nga i parit e i fundit në të njëjtin vend. Dhe aty njerëzit u mbuluan nga djersa. Në të gjendje ju drejtuan Ademit, ndërkohë që djersa filloi të ngjitej dhe të arrinte në gojet e tyre si frerët. Pra të uazër gojet si frerët, frerët ku i vjen baktis të goja. Ata i thanë, o Adem, ti e babai njerëzimit dhe Allahu të ka zgjedhur, pra ka bërë pejgamber, të krijoi me duart e tij. Ndërmjetëso për ne të Zoti yt. Ademi thot, unë kam përjetuar diçka të ngjashme me atë që po përjetoni ju. Shkoni te babai juaj pas meje, te Nuhu. Se u quaj Nuhu babai pas Ademit, sepse në kohën e tij u përmbys tërë dynjaja. Dhe vdiqën të gjithë njerëzit përveç Nuhut dhe një pakice prej besimtarve. Dhe për tyre rrodhën më pas vazhdoi vazhdimësia, riprodhimi njerëzor. Dhe pastaj vazhdon rrëfimi, thot Ibn Qayyim me pjesën nga Kur'ani ku Allah subhanahu wa taala thot inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Allahu përzgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe atë të Imranit ndër të gjithë njerëzit e tjerë. Pastaj ata njerëzit shkojnë te Nuhu, pasi i tha Ademi alayhis salam shkojnë te Nuhu, shkojnë te Nuhu dhe i thonë ndërmjetëso për ne te Zoti yt, sepse Allahu të zgjodhi dhe ju përgjigj lutjes tënde dhe nuk la asnjë jo besimtar mbi tokë. Ai thot, kjo nuk është për mua, kjo gjë. Prandaj shkoni te Ibrahimi, sepse Allahu e mori atë, e zgjodhi atë për mik të dashur, Khalil. Shkojnë te Ibrahimi dhe ai thot, kjo nuk është për mua, por shkoni te Musaj, sepse Allahu i madhëruar i foli atij drejt për drejt. Shkojnë te Musaj dhe ai thot, kjo nuk është për mua, por shkoni te Isai, biri i Merjemes, sepse ai shëronte të verbrit dhe lebrozët dhe ngjallte të vdekurit. Isai i thot, pasi shkojnë pra tek ai, kjo nuk është për mua, por shkoni te më i miri i bijve të Ademit, shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që të ndërmjetësoj për ju te Zoti juaj. Pastaj ai, pra profeti sallallahu alaihi wasallam, shkon dhe takon Xhibrilin, i cili shkon me të te Zoti i lartësuar dhe i madhëruar, dhe Allahu i thot Xhibrilit, lejoja atë të afrohet dhe jepi lajmin e mirë për xhennetin. Xhibrili e çon profetin sallallahu alaihi wasallam përpara, pra e lejon të ecë përpara dhe profeti alayhis salam bie në sejdë. Bie në sejdë për aq kohë sa zgjat një e premte. Pra qëndron gjatë në sejdë. Qëndron gjatë në sejdë për aq kohë sa zgjat një xhuma. Dhe Allahu i madhëruar i thot, ngrije kokën, fol, sepse do të dëgjosh, ndërmjetëso, sepse ndërmjetësimi yt do të pranohet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ngre kokën dhe kur sheh fytyrën e Zotit të tij. Dhe kur sheh fytyrën e Zotit të tij. Pra kjo është pjesa që ka lidhje me temën. Pra është argument. Sheh fytyrën e Zotit të tij. Pra do ta shohim fytyrën e Allahut të lartësuar. Dhe kur sheh fytyrën e Zotit të tij, bie sërish në sejdë për një kohë sa një xhuma. Dhe Allahu i thot sërish, ngrije kokën, fol se do të dëgjosh, ndërmjetëso, sepse ndërmjetësimi yt do të pranohet. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam kërkon të bie në sejdë për herë të tretë, Xhibrili e kap prej krahut dhe Allahu i lartësuar e frymëzon, e inspiron profetin sallallahu alaihi wasallam me forma, me lloje të lutjes që nuk ja kishte mësuar askuj tjetër më parë. Pra askush tjetër nuk e ka madhëruar Allahun me to më parë. Askush nuk i ka ditur.
Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: O Zot, ti më ke krijuar si më të nderuarin e bijve të Ademit, dhe unë nuk po mburrem me këtë gjë. Unë jam i pari që do të ringjallet nga toka ditën e gjykimit, dhe nuk po mburrem me këtë gjë. Unë do të pres më shumë njerëz të haudi se sa ka distanca ndërmjet San'as dhe Eiles. San'a në Yemen, Eile në Jordani. Pastaj thuhet: thirrini besnikët, siddiqinët, të drejtët, të sinqertit e vërtet, që të ndërmjetësojnë, dhe ata do të ndërmjetësojnë. Pastaj thuhet: thirrini profetët, dhe vjen profetët para për ndërmjetësim, dhe vjen një profet, vjen me një grup të vogël, një tjetër me 5 apo 6 vetë, dhe ndonjë profet që nuk ka asnjë pasues me vete. Pra nga refuzimi që i ka bërë populli i tij, Allahu na ruaj. Pastaj thuhet: thirrni dëshmorët, dhe dëshmorët ndërmjetësojnë për këtë duan. Kur dëshmorët ta kanë bërë këtë, Allahu i madhëruar thot: unë jam më mëshiruesi nga të gjithë mëshiruesit. Futini në xhenet ata që nuk më kanë shoqëruar askënd, pra nuk kanë bërë kurrë shirk, dhe ata hyjnë në xhenet. Pastaj Allahu i madhëruar thot: shikoni ndër banorët e zjarrit, a gjeni dikënd që ka bërë ndonjë vepër të mirë? Ata gjenë një burr në zjarr dhe i thonë: a ke bërë ndonjë vepër të mirë ndonjëherë? Ai thot: jo, vetë se unë kam qenë i butë dhe i drejtë me njerëzit kur bëja tregti, u falja dhe u lehtësoja në shitje. Allahu i madhëruar thot: lehtësojeni rrugën e robit tim, për shkak të butësisë së tij me robërit e mi. Pastaj do të nxirret nga zjarri një tjetër njeri dhe do t'i thuhet: a ke bërë ndonjë të mirë? Ai thot: jo, përveç se kam urdhëruar fëmijët e mi që kur të vdes më digjni në zjarr, pastaj bluajeni trupin tim derisa të bëhet pluhur i imët, pastaj më hidhni në det që era të më shpërndaj, sepse për Allahun nuk do të mundet Zoti i botëve të më kap kurrë. Për Allah nuk do të ketë mundësi të më ringjall. Shu tha ai. Atëherë Allahu i lartësuar do t'i thotë: pse e bëre këtë? Pra pse e lërta amanet? Ai do të përgjigjet: nga frika jote o Zot. Allahu i madhëruar do t'i thotë: shiko mbretërinë më të madhe që një. Më të madhen që të njohur mbretëri. Për ty është ajo dhe 10 fishi i saj. Ai do të thotë: apo tallesh me mua ti që je mbret? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: kjo ishte arsyeja pse unë qesha në atë moment në mëngjes. Normalisht ky njeri, ky i fundit, tha këtë fjalë që si fjalë ka gjykimin e kufrit. Pse është kufër? Mohim. Sepse ky dyshoi apo e mangësoi fuqinë e Allahut. Tha, besonte se nëse djem do të ma djelin trupin, do të ma bëjmë hi e plur, do të ma hedhin në det, era do më shpërndaj, Allahu nuk ka fuqi të ma rimbledh dhe të më rikrijoj. Shumë mendoi ai. Dhe këtë gjë nga padituria. Por cila ishte arsye që e shtyu të lindër të amanet? Frika nga Allahu. Dhe për shkak të frikës dhe paditurisë që pati, u justifikua tek Allahu, nuk u quajt kafir. Dhe Allahu e fali. Dhe i dha të shpërblim madhështor. I tha: mendon mbretëri më të madhe që ke njohur. Kush është? Persa, Babilona, Romaka, apo kush? Kush më e madhja? Ti ke edhe 10 fishin e saj. Dhe qeshi, dhe ai tha: o Zoti im, po tallesh me mua? Dhe ti je mbreti, pra po ma jep mua që kush jam unë? Dhe çfarë gabimi kam bërë unë? Prandaj qeshi profeti sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i dytë. Hadithi e Abu Hurairës dhe Abu Sa'id al-Khudrit radhiyallahu ta'ala anhu, që përcillet në 2 sahihut të Buhariu dhe Muslimi. Disa njerëz, dikush i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: a do ta shohim Zotin tonë në ditën e gjykimit? Pyetje drejt për drejt.
profeti alayhi salatu selam u tha: "A keni ndonjë vështirësi për të parë hënën në natën e Bedrit?" Nata e Bedrit quhet nata kur hëna është e plot. Dhe kur është e plot është pamja e madhe e saj. Me atë rumbullaqësinë e saj. Ata thanë jo i dërguari i Allahut, pse? Sepse është e madhe, e plot, pra nuk është e hollë që mezi shihet, por është e qartë, e dukshme. A keni ndonjë vështirësi për të parë diellin në qiell kur nuk ka re? Pra kur është qielli i pastër? Ata thanë jo, ashtu do ta shihni edhe Zotin tuaj. E pyetën profetin alayhis salam me një pyetje të drejtë për drejtë. A do ta shohim Zotin ton në ditën e gjykimit? U tha, po. Dhe u solli shembull, dhe shembulli këtu nuk është shembull ndërmjet planeteve dhe Zotit, jo. Por shembull në shitimin e njerëzve, pra siç nuk kemi vështirësi, pra nuk na duhet ngushtohemi me njëri tjetrin, të shtyjmë njëri tjetrin për të parë hënën dhe diellin, lirshëm do ta shohim edhe Allahun në ditën e gjykimit, edhe pse janë miliarda njerëz aty. Në të njëjtin vend. Askush nuk do ta pengoj tjetrin. Dhe askush nuk do të ndjehet i detyruar të shtyjë të tjerët për të parë Allahun e lartësuar. Do të shihet qartë, lirshëm. Kjo pjesa e hadithit është argument i qartë se Allahu do të shihet. Në ditën e gjykimit vazhdoi profeti alayhis salam, Allahu do të mbledh njerëzit dhe do të thotë, kush ka adhuruar diçka tjetër, pra përveç tij, le ta ndjet atë, të shkojë bashkë me atë që ka adhuruar. Kush ka adhuruar diellin, do të ndjet diellin. Kush ka adhuruar hënën, do të ndjet hënën. Kush ka adhuruar idhujt, tagutët, do t'i ndjet ata dhe mbetet ky umet në fund. Pra se të gjithë ikin dhe hyjnë në xhehenem me ata që kanë adhuruar, do të mbetet në fund umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e të cilit janë edhe hipokritët, akoma janë aty hipokritët, pra ata që hiqeshin si musliman. Por në brendësi, në fshetësi, ishin ruanin kufrin, pa besimin, mohimin e tyre. Allahu do t'u vijë atyre në një formë që ata nuk e njohin dhe do t'u thotë, unë jam Zoti juaj. Ata do të thonë, i kërkojmë mbrojtje Allahut nga ty. A'udhu billah. Na'udhu billah. Por ne do të qëndrojmë këtu derisa të na vijë Zoti ynë. Kur të vijë ai, ne do ta njohim. Allahu pastaj, tha profeti alayhis salam, Allahu do t'u vijë atyre në formën që ata e njohin. Dhe do t'u thotë, unë jam Zoti juaj. Ata do të thonë, po, ti je Zoti ynë, dhe do ta ndjekin. Pastaj do të vendoset ura mbi zjarrin e xhehenemit, sirati. Ura e siratit. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, unë dhe ummeti im do të jemi të parët që do të kalojnë në këtë urë. Unë dhe ummeti im do të jemi të parët që do të kalojnë në këtë urë. Përtej sa i urë çfarë është? Xheneti. Nën të çfarë është? Xhehenemi. Atë ditë askush nuk do të flasë përveç të dërguarve dhe lutja e tyre do të jetë Allahumma sallim, sallim, o Allah, shpëta. Situatë e rëndë, vështirë. Do të kalosh, subhanallah. Për atë që zemrën e ka të lidhme me Allahun, të mbushur me madhërim për Allahun, vetëm kur e dëgjon për xhehenemin trembet. E jo ma të kalosh mbi të. Allahu na ruaj. Situatë e vështirë. Në xhehenem, thot profeti alayhis salatu wasallam, do të ketë grepa të mpret si gjembat e bimës së njohur si Sa'dan. A keni parë bimën Sa'dan, tha? Po, i dërguari i Allahut. Ato janë si gjembat e saj, këto çendjela. Por madhësinë e tyre nuk e di askush përveç Allahut. Gjembat e bimës Sa'dan janë si topuzi. Keni parasysh topuzët që përdoreshin dikur për mjete lufte, armë lufte? Pra që është një sferë me gjemba të shumt. Çu janë dhe këto? Çu është kjo gjembi i bimës Sa'dan? Në xhehenem do të jetë tillë. Që kur të kalojnë njerëzit në mbi urën e siratit, ato do të ngrihen nga xhehenemi dhe do të drejtohen drejt urës siratit për të kap njerëz.
ti përplasin dhe ti hudhin në xhehenem. Dhe madhësia atyre shumë e madhe, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Ata do të kapin njerëzit sipas veprave të tyre. Pra do të ketë nga muslimanët që do t'i kapin to topuza, to çendjela, dhe do t'i hudhin në xhehenem. Disa do të shkatrohen, disa do të shpëtojnë në vështirësi. Pra me vështirësi, me frikë, do të dëmtohen nga këto topuza, por nuk do të binë. Dhe kur Allah të përfundoj gjykimin mes robërve, ai do të dëshirojë që me mëshirën e tij të nxjerrë nga zjarri disa prej atyre që nuk i kanë bërë shirk atij. Besimtar me tauhid, por kanë hyrë në zjarr për shkak të disa gjunafeve. Dhe Allah tani dëshiron t'i nxjerrë ata nga zjarri. Ai do të urdhërojë melekët, engjëjt, të nxjerrin nga zjarri ata që ai dëshiron t'i mëshirojë. Melekët do t'i njohin të tillët përmes gjurmëve të sejdës, sepse zjarri e ha e djeg tër trupin përveç gjurmëve, pjesëve të sejdës. Kush është? Balli me hundën, pëllëmbët e duarve, gjunjët dhe majët e këmbëve. Nuk digjen. Edhe në kur të hyjë muslimani, Allahu na ruaj, mos na bë për tyre. Edhe ata muslimanë që do të hyjnë në xhehenem, do t'u digjet tër trupi përveç këtyre pjesëve. Dhe nga kjo shenjë, melekët do t'i njohin kush janë, këta që Allah kërkoi t'i mëshirojë dhe t'i nxjerrë. Allahu, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ka ndaluar zjarrin të haj, të djeg vendin ku bëhet gjymtyrët me të cilat bëhet sejdja. Dhe ata do t'i nxjerrin edhe pse janë djegur rënd. Zjarri i xhehenemit, shumë herë, më 70 apo 90 herë më i nxehtë se zjarri më i nxehtë i dynjas. Pra imagjinoni çfarë djeri i jep ai trupit. Dhe kur të dalin pra, do të hudhet atyre ujë nga lumi që quhet lumi i jetës. Dhe ata do të ripërtërihen. Trupat e tyre do të ripërtërihen, do të kurohen. Do të gjallërohen përsëri, siç mbijnë farat në vendet ku kalojnë rrjedhat e ujit pas shirave të furishëm të mëdha. Aty është fara, mrena në tokë, s'ka ujë, s'mbin ajo. Momenti që kalon ujë, bi shiu, fillon e mbine del një bimë e re, e shëndetshme, e pastër. Kështu do të ndodhë edhe me trupat e tyre. Sigur do të rilindin. Dhe pasi Allah të përfundoj gjykimin midis njerëzve, mbetet akoma një njeri në xhehenem, pra i cili është i fundit prej banorëve të xhenetit që do të hyjnë në të. I fundit. Ai do të qëndrojë me fytyrë të rthyer nga zjarri dhe do të thotë: "O Zot, ktheje fytyrën time larg zjarrit." Pra largo fytyrën nga zjarri. Sepse era që vjen nga xhehenemi, ma ka djegur dhe flaka ma ka përvëluar. Allahu do ta lërë të lutet derisa ai dëshiron, Allahu. Pra do ta bëj ty të lutje, do të lutet. Dhe pastaj do t'i thotë: "A mos ndoshta nëse ta plotësoj këtë kërkesë, do të më kërkosh diçka tjetër pas kësaj?" Pra unë do ta plotësoj ty këtë gjë. Por ndoshta ti do të kërkosh diçka tjetër. Ai do të përgjigjet: "Jo, pasha madhërinë tënde." E çfarë mund dua tjetër, vetë se të shpëtoj nga kjo nxehtësi dhe flakë përvoluese. Dhe nuk do të kërkoj më asgjë tjetër, thot. Dhe i jep Allahut premtime të shumta, njëra pas tjetrës, vazhdimisht i premton, nuk do të kërkoj etj. Dhe besën. Dhe Allahu ja kthen fytyrën nga zjarri, pra ja largon fytyrën nga zjarri. Pasi ta kthej fytyrën nga zjarri, çfarë do të shoh? Do të shoh xhenetin. Ai do të qëndrojë i heshtur. Ai sa dëshiron Allahu. Por do të thotë: "O Zot, më afro pak më shumë te dera e xhenetit." Pra jo të në xhenet, por te dera më afro.
Allahu i lartësuar do t'i thotë, a nuk më dhe fjalën se nuk do të kërkosh më asgjë tjetër, o biri i Ademit, sa i pabesje, pra sa shumë e thyen besën dhe premtimin që më dhe. Ai do të thotë, o Zot, dhe vazhdon dhe lutet e kërkon të gjë, ma afro të dera të xhenetit. Pra e ty, po ma afro. Allahu i thotë, a do të kërkosh gjë tjetër nëse ta plotësoj edhe këtë? Ai thotë, jo, për madhërinë tënde, vallahin jo. Dhe i premton Allahut premtime të shumta, dhe i jep besë të madhe Allahut. Dhe Allahu ja plotëson dhe afron tek porta e xhenetit. Dhe kur ai afrohet tek porta e xhenetit dhe i shfaqet xheneti përpara, është afër. Dhe ai sheh gjithë ato mirësi, bukuri, lumturi, mrekulli, gëzime në xhenet. Qëndron i heshur, i mahnitur, për një kohë ai sa dëshiron Allahu. Dhe pastaj thot, o Zot, më fut brenda në xhenet. Allahu i thot, a nuk më premtove se Zot më kërkoje më gjë tjetër? Mu premtove shumë dhe më dhe besë të madhe. O Zot, thot ai, mos më bëj më fatkeqin për krijesave të tua. Pra ndjen vetëm më fatkeqin. Dhe i ka shpëtuar nga xhenemi. Dhe është duke parë xhenetin. Dhe vazhdon dhe lutet me këtë që i lutet Zotit, shumë, vazhdon, lutet, ja kërkon. Dhe Allahu qesh me të, në atë mënyrë që i takon madhështisë së tij. Nuk i ngjan të qeshur së krijesave. Dhe kur Allahu qesh me të, i thot, hyr në xhenet. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ky është episod shumë i bukur me banorin, me njeriu në fundit që do të hyjë në xhenet, do të hyjë me njëri tjetër pas tij. I fundit ty. Kur ai të hyjë, Allahu i thot, shiheni sa bukur tash, la ilaha illallah. Kërko ç'të duash. Pra e futin në xhenet, nuk mjaftoi me kaq Allahu. Por i thot kërko tani, ç'të dush ti? Ç'të duash? Dhe thot profeti alayhis salam, dhe ai fillon të kërkojë, të dëshirojë, duar tër. Dhe thot, madje Allahu ja kujton dhe disa dëshira, duke i thënë, kërko edhe këtë. Pra ati nuk i shkojnë në mend. Por Allahu ja kërkon, i thot, edhe të kërkojnë nga unë. La ilaha illallah. Çfarë episodi i bukur. Që të rën madhështinë dhe mëshirën, butësinë e madhe të Allahut. Derisa ti mbarojnë dëshirat të njeriu. Allahu i thot, kjo është për ty, njësoj aq sa kjo është shtesë për ty. Por thot Ebu Seidi, dhe edhe 10 fishin e saj do të ketë. Pra, që profeti alayhis salam i thot, ka thënë, kjo se Allah i lartësuar tha, kjo është për ty dhe 10 fishi i saj. Që kërkove, që dëshirove. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sa i madh është Allahu. Shihni, sa episodi i bukur ky. Me kë? Me njeriu që është i fundit që do të hyjë në xhenet. Po ata që kanë hyrë ndër të parët, me grada të larta, sa episode të bukura madhështore do të kenë ata me Allahun e lartësuar. Madhështore. Hadithi i tretë, tërsa ju i Buhariu dhe Muslimit, nga Abu Sa'id al-Khudri, se dikush i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a do ta shohim Zotin tonë në ditën e Kiametit? Pyetje drejt për drejt për çështjen tonë. Profeti alaihi salam i tha, po, përgjigja drejt për drejt. Pra do të ndodh kjo gjë. Prandaj çudim ata njerëz që e mohojnë këtë gjë, ndërkohë që përmendëm ajete kuranore. Po përmendim hadithe të drejt për drejta të qarta, profetike. La ilaha illallah, mirë për ata njerëz që e mohojnë këtë gjë, sepse nuk do ta shohin Allahun. Ju e mohuat këtë gjë, nuk e dëshiruat në jetën e dynjas. Nuk ju jepet kjo. Edhe çfarë? E kanë privuar veten nga mrekullia dhe bukuria më e madhe. Sepse Allahu është më i bukuri. S'ka dyshim në të. A keni vështirësi të shihni diellin gjatë ditës, kur qielli është i thjellët dhe nuk ka re? Ata thanë, jo.
A i tha, a keni vështirësi të shihni hënën në natën e Bedrit, kur qielli është i thjellët dhe nuk ka re? Ata thanë jo, pra siç e shpjeguam më parë. Profeti sallallahu alaihi wasallam pas tha, ashtu do ta shihni Zotin tuaj të madhëruar në ditën e Kiametit, pa vështirësi, ashtu siç i shihni ato pra diellin dhe hënën. Kështu tha profeti alayhis salam më pas, kur të vi dita e Kiametit do të bëhet një thirrje që çdo popull të ndjek atë që ka adhuruar. Ata që kanë adhuruar idhuj apo statuja do të bien në zjarr, do t'i ndjekin ato dhe do të përfundojnë në zjarr. Dhe nuk do të mbetet askush tjetër përveç atyre që kanë adhuruar vetëm Allahun. Qofshin të devotshëm dhe gjynafqar, bashkë do të jenë. Kur tjerë titin xhehenem me ato që kanë adhuruar, ata që kanë adhuruar Allahun do të mbesin bashkë. Dhe ata janë në kategori, ka të devotshëm, gjynafqar prej tyre. Dhe mbetje, thot partisë, thot profeti alayhis salam, lajtarët e librit do të mbesin. Dhe do të thuhet çifutëve, jehudëve, çfarë adhuroat ju? Ata thonë, ne adhuroni Uzairin, birin e Allahut, e quajtën Uzair birin e Allahut. Wa qalet al-yahud Uzair ibn Allah. Thot Allahu subhanahu wa taala dhe çifutët thanë Uzair është biri i Allahut. U thuhet gënjyhet. Çfarë gënjyhet? Kur thatë që Allahu ka birë, ka fëmijë, Allahu nuk ka marrë, nuk ka as bashorte e as birë. Çfarë kërkoni? Ata thonë, jemi të etur o Zoti ynë, na jep ujë. Pastaj atyre u treguohet se ku të shkojnë, dhe drejtohen drejt zjarrit. Ai është zjarr, por atyre u jepet imazhi sikur është oazë në shtretë të tjerë, pra sikur aty ka ujë, freski, ndërkohë që është zjarr. Por Allah i krijon atyre të iluzion, të mirazh. Dhe ata shkojnë drejt tij, por kur hynë në zjarr. Pra nuk u jepet ajo që kërkuan, shuarja e etjes, por fillojnë të shijojnë dënimin e përjetshëm në zjarr sepse ishin idhujtar. Dhe pastaj u drejtohet të krishterëve dhe thuhet, çfarë adhuronit ju? Ata thonë, ne adhuronim Mesihun, Isain, birin e Allahut, thonë ata. Gënjyhet, u thuhet. Pra për çfarë gënjyhen? Kur tha se Allahu ka bir, Allahu nuk ka bashorte dhe as bir. Çfarë kërkoni? Ata do të thonë, jemi të etur o Zoti ynë, na jep ujë. Pastaj atyre u tregohet rruga dhe shkojnë drejt zjarrit, që atyre u duket si një oazë dhe bien në të. Pra njëjtësi, siç ndodhi me çifutët. Dhe kur nuk mbetet askush përveç atyre që kanë adhuruar vetëm Allahun, qofshin të mirë, të devotshëm apo gjynafqar, u vjen atyre Allahu i lartësuar në një formë që nuk është ajo që e kanë parë më parë. Dhe u thot, çfarë prisni? Çdo popull ka ndjekur atë që ka adhuruar, pra po ju, se po rini akoma, pse jeni këtu? Gjithë kanë ikur. Ata thonë, o Zoti ynë, ne ishim larguar prej tyre në botën kur ishim në botën në dynja, pra qëndruam larg tyre në dynja, ata idhujtarë e besimtar. Edhe pse ishim në nevojën më të madhe, pra që ishim nevoja që i kanë njerëzit pra për njëri tjetrin dhe nuk i ndoqëm. Por megjithatë prap u distancuam prej shirkut dhe mushrikëve. Allahu thot, unë jam Zoti juaj. Ata thonë, na'udhu billahi mink. Kërkojmë mbrojtje nga ty prej Allahut. Dhe nuk sepse ne nuk i shoqërojmë asgjë Allahut, pra mendojnë që nuk është Allahu subhanahu wa taala. Dhe thonë të gjë 2 apo 3 herë. Dhe disa prej tyre fillojnë dhe lërkundër nga dyshimi. Mos ndoshta është Allahu i lartësuar, ky që po na drejtohet me këtë fjalë. Dhe Allahu i pyet, a keni ndonjë shenjë me të cilën do ta njihni Zotin tuaj? Ata thonë po. Atëherë Zoti do ta zbuloj këmbën e tij. Do t'ua tregoj këmbën e tij. Dhe kjo është cilësi që i përket Allahu subhanahu wa taala në atë mënyrë që i takon madhështisë së tij. As-saq, këmba e tij pra. Dhe
nuk do të mbetet asnjë që ka rënë në sejdë sinqerisht, përveç se do t'i lejohet të bie në sejdë. Pra kur të shohin të cilësitë të Allahut, të gjithë besimtarët do të bien në sejdë. Kush ka bërë Allahut sejdë në dynjë, do të bjerë në sejdë, nga madhërimi për Allahun. Dhe do të kërkojnë të bëjnë sejdë edhe hipokritët, munafikët. Por në momentin që do të tentojnë të bëjnë në sejdë, do të bien përmbys me kurriz. Nuk do të lejohet, dhe nuk do të jepet mundësia atyre për ta bërë këtë gjë. Dhe do të tentojnë disa herë dhe në çdo herë do të bien përmbys me kurriz. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala pastaj ata do t'i ngrejnë kokrat e tyre. Dhe Allahu do të vijë në formën që e kishin parë edhe më parë. Dhe u thot, unë jam Zoti juaj. Ata do të thonë, ti je Zoti jon. Dhe pastaj vendoset sirati, ura mbi xhehenem, dhe fillon shefati, ndërmjetësimi. I than, o i dërguari i Allahut, çfarë është sirati, ura? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, është një urë që është më rështitshme, që është shumë e rështitshme, me çendela dhe topuz, që ngjajnë me gjembat e një bime në Nexh të quajtur Sa'dan, pra ajo që shpjeguam më parë, e mbani mend. Dhe besimtarët do të kalojnë mbi këtë urë, disa prej tyre me shpejtësi sa hapën mbyll syt. Allahu na bën prej tillëve. Paf. Pra do të kalojnë mbi këtë urë që është mbi xhehenem me këtë shpejtësi të madhe. Sa hapën mbyll syt. Disa të tjerë si vetëtima, edhe vetëtima ka shpejtësi të madhe. Disa të tjerë si era, të tjerë si shpendët, të tjerë si kuajt më të shpejt dhe kalorësit. Disa do të kalojnë pas një mundim e dëmtim, por disa do të lëndohen dhe disa të tjerë do të bien në zjarrin e xhehenemit. Dhe kur të shpëtojnë besimtarët nga zjarri, betohem, tha profeti alayhis salam, betohem me atë që ka në dorë shpirtin tim. Pra kur besimtarët kalojnë më pas, përfundoi kalimi, betohem, tha profeti alayhis salam, me atë që ka në dorë shpirtin tim, pra betohem me Allahun, se askush nga ju nuk do të jetë më këmbërngulës në kërkimin e të hakut për besimtarët dhe vëllezërit e tyre që janë në zjarrin e xhehenemit, se sa ju duke thënë, Zoti ynë, ata agjëruan me ne, u falen me ne, bën haxh me ne, pra do të kërkojnë që të shpëtojnë edhe vëllezërit e tyre që kanë hyrë në xhehenem, kanë rënë nga ura e siratit në xhehenem. Atëherë do të thuhet, dilni, shkoni dhe kërkojini ata, shkojini dhe gjini ata, të cilët i njihni, pra që janë në xhehenem. Nxirrini ata prej xhehenemit, sepse zjarri nuk do ta djeg pamjen e tyre. Në mënyrë që ju t'i njihni. Mirësi, mëshirë nga Allahu i lartësuar. Kështu tha profeti alayhis salam, do të nxirren nga xhehenemi shumë njerëz, shumë, të tanë me tauhid, që janë të mbuluar nga zjarri deri në gjunjë dhe do të thonë, Zoti ynë, nuk mbeti më askush nga ata që na urdhërove të nxjerrim. Pra i nxorëm që të gjithë dolëm, me mirësinë, mëshirën tënde dolëm. Por do të thuhet, kthehuni prap. Ata do të shohin shumë më tepër njerëz që kanë mirësi dhe do të thonë, do t'i nxjerrin dhe do të thonë përsëri, Zoti ynë, ne nuk dimë më kush ka mbetur. Pra, dolën. Mendojnë ata që dolën që të gjithë tani. Nga ata që patën tauhid dhe dëshiroi Allahu të dilnin. Por përsëri do të thuhet, kthehuni. Edhe ata që kanë një farë dobi
një hajër, qoftë edhe sa një grimse vogël, do të dalin, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nga zjarri i xhehenemit. Dhe ta të parët do të thonë, o Zoti ynë, dolën të gjithë, nuk dim më kush ka mbetur. Në fund do të thuhet, kthehuni për të nxjerrë edhe ata që kanë një grims të vogël të imanit, të hajrit. Dhe do të thonë më pas, Zoti ynë nuk ka mbetur më askush nga ata që kërkuam. Nuk ka mbetur më askush nga ata që kërkuam. Thotë Abu Said al-Khudri, e nëse nuk më besoni për këtë hadith, atëherë lexoni fjalën e Allahut Azza wa Jall, inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, wa in taku hasanata yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allahu nuk bën padrejtësi as edhe sa gjëja më e vogël, as edhe sa grimsa më e vogël. Dhe kushdo që vjen me një të mirë, ajo do t'i shumëfishohet dhe do t'i jepet shpërblim i madh për të nga Allahu i lartësuar. Dhe vazhdon hadithi se Allahu i lartësuar do të thotë, melekët ndërmjetësuan, pejgamberët ndërmjetësuan, besimtarët ndërmjetësuan, dhe ka mbetur vetëm më i mëshirshmi i mëshiruesve, pra Allahu subhanahu wa taala, vetë ai. Dhe Allahu nxjerr një grusht njerëzish nga zjarri, prej grushtave të tij subhanahu wa taala, në ato mënyrë që i takojnë madhështisë së tij. Shumë i madh. Allahu është më i madh, Allahu akbar. Që nuk kanë bërë asnjë të mirë. Çfarë kuptimi i ka, nuk kanë bërë asnjë të mirë, dhe do dalin në zjarri i xhehenemit. Dietarët japin disa interpretime. Ka dhe të interpretimeve që kundërshtojnë njëra tjetrin, pra që nuk janë në të njëjtin mendim në këtë çështje. Një interpretim thonë është se ata të cilët kanë besuar, por nuk patën mundësi të bëjnë ndonjë vepër të mirë. Por prapë edhe këtu lind pyetja, nëse nuk patën mundësi, atëherë pse kanë përfunduar në zjarr? Pra thot profeti sallallahu alaihi wasallam që nuk kanë bërë asnjë të mirë dhe ata janë shkrumbuar aty dhe do të futen në një lumë që është në hyrje të xhenetit, pra dalin në zjarrin e xhenemit të shkrumbuar, të djegur tërësisht. Dhe në hyrje të xhenetit është një lumë, ata do të futen aty, i cili quhet lumi i jetës. Pse? Sepse i rigjeneron trupat, i kuron plotësisht, nuk le më shenja djegje, sigurisht janë djegur kurrë më parë. Dhe do të dalin prej tij, pra prej lumit të ripërtërir, siç rimbin fara në vendet ku kalojnë rrjedhat e ujit pas shirave, që përmendëm më parë. A nuk e shihni, tha profeti alayhis salam, se ajo mund të jetë pra në gur, të mbi në gur apo në dru, ajo që është në diell është e verdhë e gjelbër dhe ajo që është në hije është e bardhë, pra u tregojnë shembull konkret nga jeta e tyre e përditshme. Ata thanë, o i dërguari i Allahut, ti sikur ke kullotur bagëtit në kullota, pra na solli një shembull shumë konkret, shumë të bukur, sikur ti je njëri që ke jetuar në natyrë, pra. Ai tha, profeti alayhis salatu wasallam, ata do të dalin e do të duken si perla. Pra jo vetëm që do të ripërtërihen, por do të zbukurohen, si margaritar do të duken tani, si rubin, si xhevahir. Dhe në qafët e tyre mbajnë unaza apo varse, të cilat i njohin banorët e xhenetit. Këto stoli e banorët e xhenetit do të thonë, këta janë të çliruarit, pra i njohin banorët e xhenetit, këta njerëz. Këta janë të çliruarit e Allahut nga zjarri, që ai Allahu i futi në xhenet pa bërë vepra të mira dhe pa pasur ndonjë mirësi që e kanë vepruar. Më pas, Allahu i lartësuar do të thotë, hyni në xhenet, çfarë shihni në të është e juaja. Ata do të thonë, Zoti ynë,
na dhe ne çfarë nuk u ke dhënë të tjerëve. Pra e ndjejnë veten më të begatuarit, më të pasurit, më të shpërblyerit. Allahu do të thotë, ju tek unë do të gjeni edhe më të mirë se kjo që ju është dhënë. Ata do të thonë, Zoti ynë, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo? Pra shpëtuar nga zjarri i xhenemit, hynë në xhenet. Allahu do të thotë, kënaqësia ime. Pra që unë jam i kënaqur me ju. Prandaj nuk do të zemërohem më kurrë me ju pas kësaj. Pra do të kenë gjithmonë në përjetësi pa mbarim kënaqësinë e Allahut me vete. Pra që Allah do të jetë gjithmonë i kënaqur me ta. Kjo është, këto janë hadithet e para që sjell autori. Në netët e ardhshme inshallah do të lexojmë hadithet e tjera. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na lehtësojë neve hyrjen në xhennet, na bëjë neve për atyre që ta shohin Zotin e madhëruar. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.